Një imitur i komunitetit të Rom rreth moshës 7 vjeç ka humbur jetën në ditën e sotme rreth orës 11:20 në rrugën Kastriotët në kryeqytet, siç raportojnë edhe dëshmitarët okular. Një automjet ngjyrë gri e ka përplasur dhe më pas është larguar nga vendi i ngjarjes. Jashtë kamerës, MCN bisedoi me 2 nga dëshmitarët që ishin të pranishëm në vendin e ngjarjes. Sipas tyre, automjeti u largua menjëherë pas aksidentit, pa tentuar që t'i jepte ndihmën e parë të miturit. Kanë qenë pikërisht qytetarët që kanë biznese në atë zonë, të cilët e kanë transportuar fëmijën në spital, por sipas edhe burimeve nga spitali i traumës, ai ka mbërritur pa shenja jete te bluzat e bardha. Burime nga grupi hetimor thanë për MCN se kanë kthyer kamerat e sigurisë të segmentit nga ura e institutit në drejtim të kthesës së Kamzës, por deri tani ende nuk kanë arritur të identifikojnë autorin. Të njëjtat burime shpjeguan se në momentin e aksidentit pranë kryqëzimit ndodhej EMM e të miturit, ndërkohë banorët e zonës thonë se mituri lypte në atë zonë prej kohësh. Sa i përket vendit të ngjarjes, ishte kryqëzimi pajisur me semafor dhe viza të bardha. Policia gjithashtu po verifikon nëse mjeti ka shkelur sinjalistikën e semaforit. Një javë më parë, policia e Tiranës ekzekutoi 8 masa sigurie, 4 arrest me burg dhe 4 të tjera arrest në shtëpi, pasi shfrytëzonin fëmijët e tyre të mitur. Nga veprimet hetimore disa mujore, ka rezultuar se këta shtetas individualisht dhe në bashkëpunim me njëri tjetrin shfrytëzonin për të punuar kryesisht gjatë natës, si dhe për të lypur fëmijët e tyre të moshave 9 deri në 11 vjeç në zona të ndryshme në jurisdiksionin e komisariatit të policisë numër 2 në kryeqytet.